Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit, por rrisin rrezikun nga konsumimi i ushqimeve të papërshtatshme, veçanërisht atyre me përardhje shtazore. Kështu thot udhëzuesi i nutricionit Art Zhubi. Ushqimet që duhet me pas pak më shumë kujdes kur temperaturat janë të larta janë zakonisht ushqimet që kanë përardhje domethënë shtazore, si mishi, peshku, vezët, qumshti, po ashtu edhe produktet e qumshtit. Këto ushqime janë më të ndjeshme ndaj rritjes të bakterieve, si salmonella, Escherichia coli e të tjera. Këto bakteri rriten në temperatura prej 5 deri në 65 gradë, pra në stinin e verës këto temperatura janë të arritshme, domethënë sidomos në ambientet të mbyllura, dhe duhet me pas kujdes që me mbajt në frigorifer këto ushqime sa më shumë dhe sa më gjatë. Koha maksimale ku mundesh me mbajt ushqime jashtë frigoriferit është maksimumi 2 orë. Ndërkohë, Art Zhubi paralajmëron se ushqimet e shpejta apo fast foodet mund të rëndojnë sistemin tretës, veçanërisht gjatë verës kur organizmi përballet me temperatura të larta dhe ka nevojë për ushqime më të lehta dhe më të freskëta. Ushqimet e fast foodit janë shumë të rrezikshme për disa arsye, për shembull sepse janë shumë të dendura me kalori, janë të përgatitura me vaj të lartë, me yndyrna të larta ku e ngadalsojnë sistemin tretës, ku sistemi tretës në periudhën e verës punon pak më ngadalë, sepse trupi apo metabolizmi nuk din domethënë a me punu për me mbajtur trupin pak më të ftohtë apo me tret ushqimin. Kështu që duhet me konsumu ushqime sa më të lehta, vakte më të shpeshta, por më të lehta. Dhe ushqime që janë të pasura me sasi të lartë të ujit, sidomos frutat edhe ushqimet domethënë të freskëta. Përveç kujdesit ndaj ushqimit, Zhubi foli edhe për rëndësinë e konsumimit të ujit gjatë ditëve të nxehta. Këshilla ime është me qëndru sa më shumë të hidratuar, jo vetëm me prit momentin që e ndjejmë domethënë ndjenjen e etjes, se në momentin që na e ndjejmë ndjenjen e etjes, trupi vetë sa ka filluar me humb laçe, domethënë na duhet me qëndru të hidratuar gjatë gjithë ditës me ujë. Sasia e konsumuar e ujit varon prej personit te person për disa arsyeve ku janë gjatësia, pesha aktuale, niveli i aktivitetit fizik, po ashtu edhe mosha. Për një person mesatar, domethënë i rritur, 2 deri në 3 litra ujë janë në rregull, kurse për tek personat, sidomos tek sportistët dhe personat që kanë aktivitet të lartë fizik, jo vetëm ushtrime, por edhe sa punojnë në ambiente të jashtme, në temperatura të nxehta, punë fizike, ju nevojitet edhe më shumë se 3 litra deri në 4 litra. Zhubi rekomandon që gjatë ditëve të nxehta të shmanget ekspozimi i gjatë në diell, të konsumohen sa më shumë fruta dhe perime të freskëta dhe të ruhet një regjim i rregullt i hidratimit, në mënyrë që organizmi të përballojë më lehtë temperaturat e larta të verës.